Rënja e temperaturave gjatë 48 orëve të fundit, shoqëruar me reshje dëbore dhe ngrica në zonat malore, është e pazakontë për këtë periudhë të vitit, thotë Rifat Kodra, përgjegjës i ekstensionit bujqësor për qarkun e Shkodrës. Ai thekson se veçanërisht prodhimi i pemëve frutore në këtë zona dëmtohet ndjeshëm, pasi temperaturat kanë zbritur deri në -5 gradë. Më të theksuar kanë qenë temperaturat në nxjerrje, kryesisht në zonat malore. Këtu pas parasysh se qarku i Shkodrës përfshin edhe Pukën edhe Fusharzin, zonat e Lugallzinit, zonën e Vermoshit. Në të zonat temperatura, si mas raportime specialistëve të ndërrën, domethënë temperaturat kanë shkuar edhe -5 në zero, edhe temperatura sasia e reshjeve të borës ka shkuar në zonat veçore deri në gjysmë metrit. 50 cm, sidomos në zonën e Pukës edhe të Fusharzit, në zonën e Thethit dhe në zonën e Vermoshit. Pemë frutore, thame janë stadit avancume të lulëzimit edhe domethënë këtë periudhë, me thënë drejtën, ngricat për një periudhë gjatë i dëmtojnë shumë këto kultura. Kështu që domethënë edhe sidomos në zonat malore, aty ku këto pemë frutore kanë qenë për stadin e lulëzimit ose të lidhjes kokës, dëmtimet janë shumë serioze. Sa i përket prodhimeve bujqësore në zonat fushore, në këto kushte vëmendje veçantë duhet të kushtohet nga fermerët serave të mbjella për të bërë të mundur që ato të mbrohen nga temperaturat e ulta. E rëndësishme është fermerët që kanë sera. Sera, sidomos serat janë përshëndetur në zonën e Kosmaqit, në Gurizi, në zonën e Bërdic, edhe është shumë e rëndësishme domethënë si fermerët në këtë periudhë ose në këtë stad të zhvillimit ku një pjesë e këtyre domethënë perimeve janë edhe në kokër ose më të zhvilluar, është shumë e rëndësishme që të bëhet çështje mujtën për rritjen e temperaturave në sera. Kryesisht domethënë këto mënyra artificiale, tu i djeg me turina bimore, ke parasysh ose me kushte mundën me përdorë edhe furner elektrike, zjarr në të tjera për rritjen e temperaturës në sera. Zgjatja e temperaturave domethënë nuk po them në zero, po edhe në temperatura domethënë deri në 5-6 gradë Celsius ku ka rritur të ditë domethënë janë shumë të mundshme dëmtimin e këtyre perimeve. Kodra thotë se ndikimi i temperaturave të ulta tek prodhimet bujqësore varet se sa ditë do të zgjasin këto kushte. Nëse ato nisin të rriten shpejt, dëmi do të jetë i papërfillshëm, por nëse zgjasin deri në një javë, atëherë fermerët duhet të tregohen të kujdesshëm, kryesisht me serat.